I dërguar Allah që ta ankesë ka pas. Wa qala ar-rasul. Çka ka thënë? Ja Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O Zot, populli im e ka marrë Kur'anin dhe e ka hedh pas shpine. Se kanë rënd ditës fare, jo ditës, as të javës, e as të muajit, fare se kaj, kur ku nuk ekziston ai. Aty të rafte e kalon dikun, tjerë të uaj të shfletojnë, e studiojnë, e analizojnë, e përfitojnë, e përvetsojnë, e marrin kushtetut dhe dustur të jetës, neve Zoti, neve pikërisht na e ka zbrit, ne jo nuk e lexojmë, po të na nuk din të lexojnë, me bë një test, sa musliman din me lexuar, po gja arabishme nuk diun neve. Jo anglishtën pe din fëmijët e tanë, me po si e flasin fëmijët e tanë anglishtën, ama ti nuk e sjell të hoxhat. Ne çdo her pas here u rikujtojmë xhamat, sjelljni fëmijët, nipat, mesat, sjelljni marr. Shkon e çon gjuhën angleze me pare, imagjinoj, je pare, kursin mujor, 2000 dinar, 50 euro, edhe ata larg prej këtu ndoshta në orë dërgon, prej këtu të çon 2 kilometra 3, taksin ja pagun, këtu në xhamin e thëna pa pare, nuk i marrin fare. Vetëm me janë të mësoni librin e Allahut, se ky Kurani po e mësove, ti mëson këtë parametrat e jetës, eziton me ardh. Jo be fare. E ndëgjon ama sikur se kështu kalim the. Nuk ka shansa me pas prosperitet dhe armëri të shëndosh. Masi Kur'anin për masi këna lanë.